kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafën, kryetarin e Arshëm Imri Ahmetin. Të gjithë me përshëndetje për kryetarin Arshëm Imri Ahmeti. Shqipjanin të kaloj kryetarit tashëm komunës Shqipjanit, Zotëri Imri Ahmetit. Të dashur motra vëllezër, maguras të nderuar, gjithë ju musafir që jeni prezent sonte këtu. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj sonte këtu. Lejoni në emër tuaj përshëndes dhe falenderoj shumë për mbështetjen e deri tanishme dhe në vazhdimsi dhe për zotimin që ka dhënë, që do të na ndihmojë edhe në të ardhmen kryeministri i Arshëm akademik Isa Mustafa. Faleminderit shumë anëtarët e kryesisë qendrore, deputet, kolegë të tjerë nga komuna tjera që ka këtu, faleminderit për prezencën dhe pjesëmarrjen tuaj. Në këtë rast, kam për obligim të falenderoj gjithë juve që për 30 ditë rresht ishim me ne në aktivitetin e gjithanshëm, fshat pas fshati, lagje pas lagje, duke ndihmuar bashkërisht të shpalosmi projektin dhe idenë tonë për qeverisjen e ardhshme 4-vjeçare. Ne jemi zotuar dhe kemi dhënë premtimin publik qytetarëve të Magurës dhe të fshatrave tjera. Dhe magurazëve u premtojmë se do të kenë ujë 24 orë nga dita kur ne do të jemi në krye të komunës. Se Magurja do të ketë një stadion modern futbollit me gjitha ambiente tjera përcjellëse. Se Magurja do të ketë një park dhe një shititore për nxënës, për studentë dhe për të moshuar. Se në Magure do t'i jekmi gërmovat e objekteve sociale që janë këtu që 14 vjetë dhe ne jo premtoj që në vitin e parë do të ndërtojmë objekte të reja për të banuar ata që ka nevojë për banim, veçanti, kategoritë e veçanta, kategoritë e dalën nga lufte, veteran, invalid dhe ata që janë me nevoja specifike për banim. Se LDK-ja e don fitoren. Dhe kjo do ndodhë me 3 nëntor me kryetarin e Arshëm Imri Ahmetin. Në emrin tuaj të ftoj kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, akademik Isa Mustafën. Ju falenderoj shumë këtë pritje, ju uroj për këtë dubim kaq të madh në këtë fshat komunës Shqipjanit Magure. Dhe kur shoh kaq shumë njerëz këtu, dhe kur pash kaq shumë njerëz në gatime para 2-3 ditësh, atëherë pyes vetëm dhe juve pse pritëm kaq shumë, edhe mos me bë zgjedhje këtu, mos me bë zgjedhje cila juve i përgjigjen. Sepse si po duket, ju jeni mërzit me gjendjen që e keni. Dhe ajo që unë kërkoj sonte nga ju është me kry me të parën, jo me 2 herë. Mos e lodhni vetën 2 herë me dalë në votime, kryne me datën 3 nëntor, vim ta festojmë çdo të bashku me ju, sepse rezultati po dihet, por me qenë se dihet, ma mirë mu ditë ma herët se sa ma vonë. Unë shoh këtu
vendoshmërinë e juaj për fitore, shoh entuziazmin e juaj, shoh njerëz që gjatë janë besnik të idesë dhe programit Rrugovjan të Lidhjes Demokratike, njerëz të Ibrahim Rrugovës dhe shumë tri këtu që